Për gati 2 muaj I pam të pëndarën nga njëra tjetra. Periudha post Big Brother I shndërroi Eglin dhe Fifin thuajse në motra, të cilat I shihnim vazhdimisht bashkë. Ato prodhuan edhe muzikë. Balada e Eglit dhe projekti 2 në 1 I të dyjave ishin provë që bashkëpunimi I tyre artistik I cili sapo kishte nisur do të vazhdonte. Por, rap-tap asgjë nuk ekziston më, madje as dueti I përbashkët I Fifit dhe Eglit që është shirë nga YouTube. Vajzat kanë shkëput raportet e tyre me një sherr, arsyet e të cilave I sjell në këtë material ekskluzivisht prive by Liberta Spahiu. Për shumë kë, bashkimi I tyre që në start nuk ishte organik. Fifi në Big Brother ishte, le të themi, e dashuruar ose pëlqeu, se dashuruar është fjalë e madhe, dikë I cili nuk e ktheu dashurinë mbrapsht dhe për hir të asaj ajo përsoi dhe një shok apo si mund ta quajmë dhe doli nga Bigu. Pra, historitë ngjajnë pak a shumë me njëra tjetrën. Egli me probleme emocionale, Fifi me probleme të tjera emocionale, të dyja njihen për një Big Brother shumë të ngarkuar emocionalisht, dhe kjo mendoj që e afrovi Fifin tek Egli, duke I bërë edhe tekstin më pas e duke bërë dhe një këngë bashkë. Kështu që në momentin që dikush del nga Bigu, ne jemi mësuar tashmë që shohim shumë njerëz të tjerë rreth rrotull që përpiqen të kafshojnë sadopak dhe të marrin sadopak nga fama e tyre. Kjo ka qenë mendoj unë edhe interesi I përbashkët për t'u bërë bashkë, sepse Fifi dihet që është një tekst shkruese shumë e mirë për posta këngëtare dhe Eglit I ka interesuar dhe unë mendoj që kjo gjëja I bëri bashkë. Sipas gazetares Bracaj, afërsia e Fifit me Eglin mund të ketë qenë për rikthimin edhe të vet Fifit në skenë, duke mbajtur Eglin larg nga gjesti edhe në aspektin privat edhe në atë muzikor. Atëherë të dyja posesive dhe unë nuk mund ta ndaj dot kush është më shumë. Kush e ka dashur njëra tjetrën më shumë për vete, por po e mendoj, nëse Fifi ka dashur ta marrë në menaxhim Eglin, pra ta menaxhoj karrierën e saj, të bëj këngë për të apo ta përdorë si një lloj trampoline Eglin për t'u rikthyer edhe një herë në treg, sepse ne shohim që nuk është se e shohim Fifin në ndonjë koncert për hir të sëritetës, jo se po shohim me Eglin, por Fifi nuk është se e shohim gjikundi dhe Eglin mund ta shfrytëzonte shumë mirë te kjo pjesë. Mendoj që e ka parë më të nevojshëm bashkëpunimet e saj, të punës, të menaxhimit se sa afrimin e Eglit me Gjestit, sepse kemi parë që në momentin që përmendet Gjesti, Egli harron çdo lloj gjëje tjetër dhe fokusohet vetëm tek ai. Dhe kjo gjë normalisht nuk I ka interesuar Fifit. Prive by Liberta Spahiu mëson ekskluzivisht nga disa burime të ndryshme pranë artisteve se ato I kanë ndarë rrugët për përqindjen e fitimeve. Duket se llafet kanë ndryshuar rrugës dhe Fifi ka shfaqur pak knatësi për fitimet, me që veti kishte marrë përsipër shumë gjëra, përfshirë realizimin e videoklipeve. Por, a kishte gisht edhe fakti që këngët nuk e patën impaktin që u prit? Për projektin e parë kam folur, dhe me sa duket fjalët e mia dolën. Unë shiftoj të gjithë njerëzit që duan të bëjnë parashikimin e fatit të tyre. Të bëjmë një kështu kthim filxhani. Por atë që dua të them është kjo. Fifi, unë thash edhe pak më përpara, është përpjekur në maksimum që të kapi Eglin dhe ta mbërthej ashtu dhe e kanë nxituar qoftë këngën e Eglit, e ka bërë shumë shpejt, qoftë dhe bashkëpunimin e tyre. Dhe gjërat, jeta na ka mësuar, tashmë nuk kemi I kemi një 32 vite mbi supe, na ka mësuar që gjërat e sforcuara nuk dalin kurrë për mirë. Mund të dalin ato të natyrshme, ndoshta 2 fjali po 2 fjali të sakta dhe vinë natyrshëm, ndërsa ato të sforcuarit, hajde ta bëjmë këngën, ta bëjmë tani se ti je në qendër të vëmendjes, do fitojmë klikime, para e të tjera. Këto gjëra dalin shumë të sforcuara dhe nuk ecin. Por pos kësaj, me aq sa informacion kam unë për psikologjinë e njerëzit, unë mendoj që njerëzit që kanë sado pak probleme me anktin, janë edhe pak problematik. Pra Egli mund të ketë thënë po në një moment dhe ka ngecur në atë lloj marrëdhënie. Prishja e shoqeve nuk kishte as pak befasi për gazetaren Enki Braqaj. As pak, unë e kam thënë që ajo nuk do zgjasë shumë bashkëpunimin e tyre, unë e kam thënë që Egli për momentin duhet marrë një pauzë dhe të kujdeset për veten e vet dhe unë I më shoj shumë shëndetit mendor, jo vetëm për Eglin, por për këtë personazh që
publik dhe jo publik, që ka qoftë edhe problemi më të vogël, duhet marri kohë për veten e vet. Egli është shumë herët për të bërë diçka. E kemi parë që Egli mbas një ndarje, siç ishte ajo e Olsit apo e rikthejmë sërish atë bisedë, ajo mori goxha kohë për veten e vet, dhe pse kishte bërë dy këngë fantastike me Olsin dhe mund ta vazhdonte karrierën, sepse kjo ndarje e ngriti shumë në showbiz. Çfarë do të them me këtë? Tani është momenti që Egli të qetësohet, të bëjë ca pushime të mira na erdhi dhe vera, dhe pastaj në dimër të ketë marrë veten me të mirë, të ketë, le të themi, ristartuar edhe një herë Eglin dhe të vazhdoj në treg. Puna me personazhet që dalin nga Big Brother është gjithmonë problematike. Personazhet e Bigut i ka edhe pak delirit madhështisë. Pra Egli në këto momente mendojnë që është, nuk e di me kë personazh ta krahasoj, por harrojnë që publiku shqiptar sidomos të harron dhe të zvendëson shumë shpejt. Pra nuk është se Egli ka dalë nga Bigu dhe duhet të meritoj gjithë botën, të japësh në këmbët e saj, gjë të cilën ajo kërkon. Mendoj që ka qenë një pazar i bërë kështu në kafe midis shoqesh, unë do bëj këtë, ti do bësh atë, dhe pastaj do të ndajmë fitimet kështu, por në momentin që ka parë që ndoshta ai ka takuar më pak, apo ka parë që ka marrë më pak se ç'duhet, ajo ka kërkuar më shumë dhe mendoj që sigurisht çdo njeri kërkon më shumë, por duhet të dimë gjithmonë dhe të shohim kapacitetin ton, pra Egli vetë sa meriton. Pride Beliberta Spahiu mësoi nga burimet e afërta ditë më parë që Egli ka pasur ofertë nga Gjesti për të qenë në një shtëpi muzikore, gjë që ishte refuzuar. Tashmë kur me Fifin u presh, a do i rikthehet Gjestit Egli? Po jo, unë mendoj që nuk është se ka ndonjë gjë për të folur për Gjestin, për hir të së vërtetës. Ajo është një vajzë e fiksuar mbas tij, në këndvështrimin tim gjithmonë, por nuk merr diçka mbrapsht. Kjo e tregon që ajo nuk është se ka diçka për të folur. Mendoj që është një dramë që vazhdon derisa të pushoj kështu vetvetiu. Po nuk do të ishte çuditë ta shikoja, unë e kam thënë herën e parë që nuk do të ishte çuditë ta shikoja në një bashkëpunim me Gjestin. Por atë që unë mendoj është që po, ajo do bëhet pjesë e të njëjtit level, siç thoni edhe ju, si Gjesti, për të qenë sa më afër tij dhe për të fituar sa më shumë para. Unë mendoj që tani është bërë mendja pak për përfitime monetare. Dhe shumë mirë bën, se në fund të ditës ajo vendosi figurën dhe emrin edhe fytyrën e saj për disa muaj në radhë që u baltosi veten e tjera për këto para në fund të ditës, jo për ndonjë gjë të madhe. Kështu që inshallah fiton dhe inshallah ja ka vletur dhe t'ja vlejë e gjitha. Ndryshe nga Egli, pauzën për të cilën gazetarja Enki Braçaj e shet nevojshme, të njëjtën nuk e mendon për Fifin. Jo, nuk mendoj që Fifi duhet marrë një pauzë, Fifi duhet punoj shumë fort dhe duhet punoj pak më shumë seriozisht, se siç po e kuptojmë tashmë, dëgjuesit shqiptar dhe shqiptarët e Kosovës dhe diasporës janë bërë pak më të zgjuar, pra nuk është se po dëgjojnë më çdo gjë që këngëtarët i servirin. Përpara 2-3 vjetësh, diçka e tillë, ne mund të dëgjonim në verë çdo lloj kënge, por sot jo më. Dhe mendoj që sot ka ardhur koha, jo se jam ndonjë kritike arti, por në mendimin tim ka ardhur koha për muzikë cilësore, sepse jemi lodhur. Unë personalisht, për shembull, kam qenë një nga personazhet më të pëlqyer për sa i përket muzikës shqiptare. Unë jam zhdukur fare dhe nuk e dëgjoj fare, sepse nuk kam çfarë dëgjoj. Janë shumë të pakta këngët që mua mund të më bëjnë përshtypje dhe të më pëlqejnë. Deri tani, vajzat nuk kanë reaguar për prishjen e raporteve. A do të gjejnë gjuhë të përbashkët apo nuk ka kthim pas? Këtë do e kuptojmë me kohën. Për të gjitha detajet ekskluzive, do jemi këtu si gjithmonë.